Më tani qa pyetje. Kemi ne gjithë gjenerata e re që jemi rrit me zërat tuaj. Dhe realisht na keni bërë fëmirin. Kemi edukuar, kemi mësuar të flasim, jemi bërë njerëz më të mirë, e kupton për ne që kemi bërë mesazhe. Shumë e bukur. Është e bukur që e dëgjoj që e artikuloni të tillë, sepse mendoj që të njëjtën gjë ka përjetuar dhe vajza jon. Apo të gjithë fëmijët, domethënë flas se dhe ajo është e rritur tashmë, po nuk e ka artikuluar ndonjëherë në një formë të tillë, po mendoj që ka ndikuar pikërisht kështu siç thoni ju tek të gjithë, edhe më pëlqen kjo. Sigurisht kalonte shumicën e kohës, kanali ishte Beng Bengu apo Çufo apo sipas moshës saj, edhe her pas here ajo ishte në sfond dhe ne bënim pyetje. Koko, zëri kujt është? Në një prit, ja një sekondë, ja. Jo, shpejt i thoshim ne. 1, 2, 3 duhet ishe përgjigjur. Edhe ishte kështu si një lojë edhe për trurin. Për mendjen. Po ajo rreziqi di më mirë se ne, tash se kush i ka bëu. E thoshte me shpejtësi, këdo aktor që dëgjonte duke u dubluar dhe kur vinte radha te unë, ose nëse ishte një personazh që e dubloja unë ose Vini, ishte kështu. Më tani qa pyetje.